Në pritje të një vendimi përfundimtar të kryetarit Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, se a do të largohet nga koalicioni Vlen, apo do të vazhdoj të mbetet edhe të shkrihen në një parti që ngjalli debat madje edhe publik brenda krereve të Vlenit, për plase për largime apo aderime, kanë shpërthyer edhe mes oponentëve politik të koalicionit të Vlen dhe atyre të BDI-s. Debati është zgjeruar edhe jashtë kornizave të koalicionit, pasi nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani dhe sekretari organizativ i kësaj partie Blerim Bexheti gjatë ditës së djeshme kanë shpërndar një fotografi në rrjetet sociale ku shifen disa persona në selinë e BDI-s në Çajir, me çka Osmani ka shkruar se më shumë se 50 qytetarë nga Çajiri, Saraj dhe tërë Shkupi kanë marrë vendim për të larguar nga koalicioni Vlen dhe ju janë bashkuar BDI-s. Ata janë lodhur nga partitë e dobëta dhe të pafuqishme që nuk kanë mundur të bëjnë asgjë për shqiptarët në këtë qeveri pa legitimitet. Janë lodhur nga partitë që janë të përçar, të dobëta dhe të marginalizuara, që përveç se janë servil ndaj kryeministrit, po dëmtojnë në mënyrë të pakthyeshme kauzën shqiptare. Ata kanë kuptuar se shqiptarët nuk mund të përfaqësohen nga struktura që nuk kanë as fuqi e as ndikim. Ata e dinë se përfaqësimi vërtet është ai që ka peshë, ai që sjell ndryshim të prekshëm. Ndërkaq, i mënjhershëm ka qenë reagimi i koalicionit të Vlen, të cilët deklarojnë se drejtorët e BDI-s në disa ndërmarrje publike në Shkup kanë sjell antar të BDI-s të punësuar përmes BDI-s dhe të shantazhuar nga BDI-ja dhe i paraqesin si antar të të partisë. Një shfaqje mirë për kryesinë e partisë së listave të zezë, shantazhojnë antarët e vet që Bujar Osmani dhe Blerim Bexheti të kenë me këtë fotografohen. U bëjmë apel antarëve të ndershëm të BDI-s të mos friksohen dhe të ruajnë dinjitetin e tyre. Zgjedhjet lokale do të ndodhin për disa muaj dhe në ato zgjedhje në Shkup, në Çajir, Saraj, por edhe në të gjithë Maqedoninë e Veriut, BDI-ja do të pësojë humbje. Vlen thotë se kjo shfaqje është ideuar dhe organizuar nga Blerim Bexheti dhe Bujar Osmani dhe se është realizuar nga drejtorët e Danel Arsovskës, BDI-s dhe Levicës që janë në koalicion në qytetin e Shkupit dhe se me këto pohime nga koalicioni Vlen deklarojnë se BDI tregon se është në panik.